mësuesi mirë, parë duhet të bëj të kemi jetën e përjetshme. Po flet për marrjen e kurorës, vlla motër. Nuk po flet për vullosjen e frymës së shenjtë, që i tregohet botës, pendohu nga mëkati. Mëkati çfarë? Sepse ke shkelur udhërimet e Atit. Të gjithë neve i kishim bërë dhe sot vazhdojnë akoma i bëjmë hapurazi dhe është alarmuese ata që thonë që unë besoj. Të gjithë neve kishim shkelur ligjin e Tij, sepse masandaj çfarë? Paga e atij përmblusja e atij ligjit, Romakëve 6:23, është vdekja në liçen e zjarrit, jo fizike. Jo fizike. Fizike do ta kenë të tërë, Mesia e pati, por ju lut Atit që ta ringjallte, siç thotë Hebrejtë 5. Ju lut, po tregoj çfarë? Kishte frikë ndaj Atit që është fillimi i urtësisë, po e nderonte Atin në zbatimin e urdhërimeve që Ati kishte dhënë para se Mesia të vinte. Ai i zbatoi urdhërimet e Tij, gjithashtu zbatoi çdo fjalë që Ati i dha për të lënë apostujve, masandaj urdhërimet që masandaj thotë nëse më doni zbatoni urdhërimet e mia, thot Mesia në Gjoni 14:15, ato ishin urdhërimet e Tij që ai la, të caktuara. Shkoni në këtë rast të qëndroni në Jeruzalem. Shkoni predikoni lajmin e mirë, bëni dy shepuj, në këtë rast pagëzojeni ata. Këto ishin urdhërimet e Tij, të Mesias, të Atit. Mesia nuk i shkeli, i praktikovi, vlla motër, sepse ato janë të përjetshme. Psalmi 119, 152, 160, që Ati ka dekretuar të përjetshme. Do t'i zbatojmë festat e Tij, 9 festat e Tij biblike në 1000 vjeçari kur Mesia do jetë këtu.